Peshorja. Peshore, bura grua qofsh. Mesazhi që ka ardhur nga yjet e që unë tani po ta jap në formë këshille, mbase nuk është dhënë kurrë në historinë e horoskopëve të kësaj shenje, sepse nuk ka të bëjë me natyrën e peshoreve në përgjithësi. Mund të jetë edhe pak në kontrast apo në kundërshtim me elegancën dhe figurën që ju karakterizon. Por pavarësisht kësaj, jam i bindur që është këshilla e dur. Mendoj që do të ndihmoj, o peshore, bura grua qofsh, për të shfrytzuar në maksimum ca ngacmime të pazakonta që po të shqetësojnë në këtë periudhë. Mendoj që këshilla ime do të të shtyjë të vazhdosh të shkaktosh kaos apo rëmuj, por që në një të ardhme shumë të afërt do të jenë shumë produktive. A je gati, o peshore, bura grua qofsh? Mesazhin që po t'jap e kam shkëputur nga romani Bëj punën, Do the Work, e shkrimtarit amerikan të së njëjtës shenjë, Steven Pressfield. Ai thot: "I naiv. Çdo gjë në fillimin e saj është naive. Krijimi është naiv. Principet janë naive që nga lindja e deri në pafundësi." Dhe për ta përforcuar, po të them edhe një shprehje të shkrimtarit Remarque që në librin 3 shokët thot: "Naiviteti është virtyt."